Qendra e Kulturës në Vlorë është kthyer në fokusin e qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas dhe të huaj të çdo moshe. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës, Angela Kaplani, tregon se përgjatë qershorit dhe korrikut ka pasur një sër aktivitetesh të ndryshme, duke filluar nga ekspozitat, koncertet festive, teatri, kukullave dhe biblioteka. Sigurisht Edi, ne në gjatë muajit qershor dhe muajit korrik kemi pasur një lamishmëri aktivitetesh. Aktivitetet figurojnë nga më të ndryshmet, aktivitetet e bibliotekës publike, aktivitetet që ka zhvilluar ekspozitat e shumta që janë zhvilluar në Muzeun Historik ku janë ndjek edhe naturistët, aktivitetet e Galerisë së Arteve ku kemi pas 2 ekspozita vetëm në muajin korrik, ku së fundmi është ekspozita e Librand Dramit, është një piktor vlonjat i cili ka sjell te ne lashtësinë greke. Aktivitetet të tjera janë banda frymore e qytetit, orkestra frymore kanë dalë në teren, tashmë ka bërë koncertin e saj të parë në sheshin e Flamurit dhe shumë shpejt ditën e premte do të jetë përsëri pranë publikut vlonjat në sheshin e Lungomares te Marina. Sipas drejtoreshës së Qendrës Kulturore, teatri i kukullave ka nisur shfaqje në ambiente të hapura, kjo për të tërhequr më shumë shikues. Prej datës 1 gusht, Angela Kaplani thotë se çdo fundjavë do të ketë aktivitete në sheshet kryesore të qytetit. Sigurisht, Edin dhe kukullat fëmijët në zi presin, kështu që pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonshme, ne jemi munduar që të jemi sa më afër tyre në pika të ndryshme të qytetit, aty ku fëmijët janë më së shumti prezent. Së fundi ne kemi dhe një risi të re që do fillojnë në datën 1 gusht, ku në çdo pikë të qytetit, aty ku janë lodrat e fëmijëve, siç është Sahati, sheshi Avni Rustemi, sheshi para stadiumit Flamurtari dhe lodrat që janë te fushat në Lungomare, gjatë gjithë fundjavës, të premte të shtunë, duke filluar nga data 1 gusht, do të jenë me aktivitete të ndryshme, siç është ciku për fëmijë dhe animacione. Kaplani shprehet e kënaqur për sa i përket pjesëmarrjes, ku thotë se si shikues nuk kanë munguar as turistët e huaj. Drejtoresha e Qendrës Kulturore Vlorë mbyll fjalën e saj me një thirrje drejtuar qytetarëve dhe pushuesve të marrin pjesë sa më të shumtë në numër në aktivitetet që kjo qendër ofron. Jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur, është një punë shumë e madhe e stafit të Qendrës Kulturës, për këtë jam shumë e lumtur dhe falenderoj publikut që na ndjek dhe gjithmonë pranesh. Keni aktivitete në vimësi, nëse keni një ftesë le të themi për publikun? Sigurisht, edhe pse ne tashmë jemi në pikun e sezonit turistik, për Qendrën Kulturore vetëm sapo ka startuar sezoni turistik, të paktën ne kështu e mendojmë. Aktiviteti më i afërt është aktiviteti i ditës së nesërme, që është në datën 22 korrik në sheshin e Kinemas Verore në Lungomare me muzikë live nga Teo Dumani dhe Daniela Kuçi. Do të bëni një thirrje për publikun për ta përmbyllur fjalën tuaj? Sigurisht, ju presim nesër të gjithëve për të kënaqur dhe për t'u argëtuar së bashku. Në fundin e muajit korrik, si dhe përgjatë gushtit, Qendra Kulturore Vlorë ka parashikuar një sër eventesh, aktivitetesh dhe ekspozitash që do të realizohen në Pallatin e Kulturës si edhe në sheshet kryesore të qytetit.